Mënyra se si po vlerësohet nevoja e mësuesve për trajnime ka ndeshur në kundërshtimin e sindikatës së pavarur të arsimit, sipas së cilës procesi nuk përmbush kriteret. Sipas kryetares së saj Alma Lame, që vetëm pak ditë më parë u nënshtrua një procesi të tillë, vlerësimi i nevojave për trajnim nuk përputhet me realitetin shkollor. Dhe për më tepër asnjë nga mësuesit nuk kuptoi ku kishte gabuar. Vlerësonte ky test gjitha nevojat? Absolutisht nuk i vlerësonte. Nuk i vlerësonte. Unë u testova vetë. Unë nuk e kuptova se cilat ishin alternativat që unë gabova. Nuk e kuptova. Pyetjet zakonisht ishin konceptuale, ishin filozofi dhe as pak praktike. Mësuesit janë zbatus në shkolla, zbatus të normave ligjore, zbatus të kurikulës, zbatus të programeve, po jo hartus të tyre, mësuesit nuk janë punonjës të ishës. Në pjesën më të madhe të pyetjeve nuk lidhej pyetja me alternativat. Sindikata e pavarur e arsimit gjithashtu shprehet e pakënaqur që rezultatet e testimeve bëhen publike, pasi sipas saj do të ishte më e drejtë që të ruhej konfidencialiteti. Kjo sindikat kërkon që trajnimet të kryen nga qendra të specializuara dhe të akredituara. Ky testim nuk është i lishëm. Nuk është i lishëm, as pak nuk është i lishëm. Udhëzimi 26 që doli vjet, flet për zhvillimin profesional të punonjësve arsimor, flet për një listë nevojash për trajnime. Në këtë listë nevojash do të mbështeteshin qendra që do ofronin trajnime të akredituara nga Instituti i Zhvillimit Arsimor, i cili vjet e ka ngrirë procesin, pra nuk ka prodhuar një rezultat. Vetëm në 2012 dhe në 2013 ne kemi disa qendra që janë akredituar dhe madje ato e kanë monopolizuar edhe tregun e kreditit.